Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi ka njoftuar se së bashku me ministri tjera do të formojnë grupe punuese dhe do të angazhohen që inspektoratit të tregut të shtohen ingerencat dhe të lejohet atyre kryerja e kontrolleve edhe në përtregje të gjelbërta. Sipas Durmishit, evidente janë shkelje që bëhen në këtë fushë, duke filluar nga mosdhënia e llogarisë fiskale. Kemi këto përdorime të tilla që nuk përdorin llogari fiskale apo punojnë në të zezë dhe do duhet që të jenë të përfshirë më shumë institucione, do të punojmë që të krijojmë një grup pune e cila do të merret me konkretisht me këtë problematik, do të ketë përfaqësues që do të punojnë në këtë drejtim që të bëhen ndryshime në nene apo ndryshim të ligjit që të mundet të jepet kompetencë inspektoriatit të tregut që të bën kontrolle edhe në këtë fushë të veprimtarisë tregtare. Masat e ndërmarra nga ana e qeverisë respektivisht Ministrisë e Ekonomisë, Durmishi cilëson si pozitive dhe sipas tij këto masa kanë dhënë rezultate pozitive për uljen e inflacionit. Të dhënat zyrtare tregojnë që inflacioni për muajin prill praktikisht është 0. Krahasuar në muajin mars kemi një rritje prej 0.6%. Në krahasim me prillin e vitit të kaluar, inflacioni është 2.6%, që është ndër 3%, do të thonë që është në gjendje stabile. Çmimet e ushqimeve janë pothuajse të pandryshuara, vetëm 0.3% rritje vjetore dhe nëse marrim muajin prill në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2024, kemi një deflacion prej 1.3% apo ulje të inflacionit. Dje nga enti shtetëror për statistika njoftuan se kostoja e jetesës në prill të këtij viti krahasuar me prillin e vitit të kaluar është rritur për 2.6%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë për 2.7%. Nga atje thanë se rritja e inflacionit është rezultati i rritjes së kostos së jetesës.